kur dikush smuret, edhe ai ka pas falë namazet në vazhdimsi, ka falë edhe namazin e natës, qiyamul lejl, e ka falë sunnete, e ka agjëruar, e ka bërë veprat mira gjatë kohës kur ka qenë mirë, smuret, dhe smundja detyron që mos mundet me i bërë këtë vepra, tek Allahu Azza wa Jall derisa të jetojë, në rast se rri smur, nuk ka takat i shënohen këtë vepra që ai i kryen për ditë. Për arsye të njëjtit mirë që ka pasur, qëllim të mirë që ka pasur ai më parë. Por, edhe kur është në udhëtim, dhe ai ka fal namaz natë, apo ka fal edhe namazin e duhas, e tjera nga veprat, por udhëtimi e ka penguar atë, tek Allahu Azza wa Jall gjithë ato veprat cilët ai ka pas mend që i bonte dhe i vepronte, tek Allahu Azza wa Jall shënohen. A dini vëllezër të nderuar se ditën e Kiametit ku të ringjallem edhe dalim para Allahut Azza wa Jall. Shumë veta do shohin atje që kanë shumë vepra që si kanë punu. Thotë, unë këto nuk i kam punë. Si ka mundësi? Nga vijnë këto? Allahu Azza wa Jall do thotë, o robim, ti isha i cili mendove mirë, desha dhe të qëti bosh, dhe këto të janë regjistruar ty si punë të bëra.